që ka qu ushtar në UÇK për familjes vetë. Vedat Muriqi foli për herë të parë rreth akuzave për shitjen e ndeshës kundër Turqisë. Me akuzu kapitenin e Kosovës, kapitenin e kombëtares që prej ditës parë ka qenë aty në Lloç, në Shi, e kur s'ka pas as dresa, e kur s'ka pas as majice, as kur s'ka pas hotel për me flejt, e që ka ardhur ralla, e ka anullu eventet familjare, s'ka pas kohë me shku në datëlindjen synë e tij djalit vet, s'ka pas kohë datëlindjen e grujës vet, ose për martesën e këto sene, për përvjetorin e martesës, ose diçka. Ti person dush me qenë qaq non grat, qaq pa shpirt, pa ndjenja që me akuzu një lojtar në këtë aspekt, unë besoj që si me qenë fundi njerëzimit, fundi botës. Muriqi tregon se si gruaja e tij ka qenë duke u operuar derisa ai ishte i grumbulluar me Kosovën për këtë ndeshje finale. Dhe ajo e din, unë sa kom vujt, sa e kom imagjinu, sa e kom dëshiru me qenë pjesë e Kosovës në kupën e botës. Edhe ajo, do më thonë, janë si shpërthejnë lot edhe ajo, po tash me s'disha a me nalë ajo me dhimbje, apo po menon për mu keq, është një keq kogja që bile ka arë rasti që kur se reagon, ka pas reagim që duket është kontaktu me ty. Ka shkruar edhe mua personalisht, ma ka dërguar një mesazh, që ka qenë një mesazh emocionues, që sigurisht për publikun do të kishte shumë rëndësi, megjithatë ideja që unë i thash është që kontakto fillimisht me Vedatin, e di sa e ndjeshme është kjo punë, edhe diskutoni, sigurisht që është momenti për ta publikuar të dy qëndrim së bashku, sepse ajo ka qenë larg teje. Jo, unë mas pari të falenderoj për profesionalizmin ton për këto, se janë ti edhin si është kjo punë si shkon, se janë gazetar që me nxjerr presin këtë rast, edhe pa marrë, do me thonë, pa kontaktin e rolit kryesor në këtë aspekt. Unë si që janë, do me thonë, pa kontaktin edhe postojnë. Kështu që mas pari për unë kur fola ajo, se ajo normal nuk reagon, edhe mu më çuditi. Muriqi tregon që familja e tij është shqiptare, madje ka dhënë edhe ushtar për Ushtrinë Çlirimtare të Kosovës. Për një kosovar që ka shpirtin deri gjakun e fundit kosovar, që ka dhënë shumë për shtetin e vet, që ka kontribu në aspektin mrena fushës, po edhe jashtë fushës, që ka kontribu familja vet, që ka qu ushtar në UÇK për familjes vet, Muriqve. Une se di, du të më konë pa shpirt, o t'jesh një provokator i Serbisë.